Kjo shfaqje e grupit DNK u kthye në një nga tragjeditë më të mëdha në historinë më të re të vendit. Të dielën në mëngjes, Maqedonia u trondit nga lajmi i tronditës, mbi 50 të rinj vdiqën. Maria ishte në mesin e atyre që shpëtuan dhe po priste informacione për motrën e saj. Сите почнаа да трчат на лампу, сите гледаат да си спасат животот. И никој не беше спесен, испогорени тела, сликата е... Pak më vonë, Maria dëgjoi lajmin e hidhur se motra e saj nuk ishte në mesin e të gjallëve, por 59 familje të tjera po ashtu humbën nga një të dashur. 20 годинка, само што требаше да живее. Të tjerët ndieshin fatlum që fëmijët e tyre ishin gjallë. Гледката е повеќе од страшно, не знам. Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski ishte i pari që foli publikisht për ngjarjen e tmerrshme. Според првичните информации со кои располагаме, пожарот настанал како последица на искри од пиротехнички средства. Menjëherë u mobilizua sistemi shëndetësor. Në spitalet e Shtipit dhe të Shkupit pranoheshin pacient, nga ku mbi 115 përfunduan në klinikat jashtë vendit. Ќе научат една лекција во животот, не можам да сватам како е можно ова да се случи. Kryeministri bëri të ditur se nuk do të kursehet askush, pasi u bë e qartë se diskoteka ka funksionuar pa licencë dhe pa respektuar asnjë standard. Ова е, би рекол, масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција да се случи. Prokuria u mobilizua. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати. Revoltën banorët e Koçanit e drejtuan ndaj pronarit të klubit, të cilit ja demoluan kafenen e nuk u kursye as ndërtesa e komunës. Ndërkohë hetimet janë zgjeruar. Të dyshuar janë 34 persona, shumica në paraburgim, mes të cilëve ish ministri Kreshnik Bekteshi, ish sekretarja shtetërore Razmina Çekiç Durović, ish drejtori i inspektoratit të tregut Goran Trajkovski dhe një numër i madh personash nga institucione që në mënyrë indirekte kanë lidhje me mundësimin e funksionimit të klubit. Против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп. Nuk u kursyen as policët nga Koçani dhe Shtipi. Чувствувате вина? Derisa autoritetet përcaktojnë se kush është përgjegjës, një nga varrimet më masive në vend u mbajt në Koçan. Megjithatë, betejë për të shpëtuar jetë vazhdon. 5 од вкупно 115 пациенти едната недела ќе се вратат, ќе бидат прифатени прво во клиниките, во трите болници во Скопје, од кај што е испратен и по триажа направена ќе се констатира дали ќе треба да стојат да седат уште во болница или можеме да ги пуштиме веднаш дома. Koçani mbetet i mbështjell në zi 7 ditë pas tragjedisë.